Një pyetje. Mesazhi është shumë i qartë. Berata si duhet bëjnë atë që kanë bërë në vazhdimsi çdo palëzjedhje, pari duke treguar qytetarinë dhe duke u drejtuar në kutitë e votimit. Unë besoj që çdo qytetar duhet patjetër tregoj zërin e vet duke votuar sot, dhe unë besoj që pjesëmarrja është e rëndësishme. Ndërkohë, për sa i përket asaj çfarë duhet për Beratin, besoj që gjithë beratasit e kanë shumë të qartë se kush do të jetë zgjidhja dhe zgjedhja për ditën e sotme. Edhe jam i bindur që gjatë gjithë ditës ne do të shikojmë një ditë shumë normale, në fakt siç ndodh çdo proces zgjedhor, që qytetarët shkojnë, shprehin vullnetin e tyre lirshëm dhe më pas besoj deri nga mesdita ditës së nesërme do të kemi dhe rezultate. Zoti Demo, keni ndonjë merak për ndonjë projekt që do duhet të vazhdoj, duke qenë se e keni drejtuar këtë bashki për 6 vitet e fundit? Unë kam shumë merakje, sepse pavarësisht se në Berat është bërë një transformim i jashtëzakonshëm, në mënyrë absolute ne kemi shumë nevojë akoma për të bërë përmirësime të mëtejshme dhe aq më tepër që vetë sfidat që koha sjell kërkojnë detyrimisht edhe investime dhe përgjigje të reja. Jam i bindur që ai i cili do të drejtojë Bashkinë e Beratit nga dita e nesërme do t'i çojë përpara këto projekte dhe patjetër do të ketë mbështetjen time maksimale si deputet i qarkut Beratit. Dhe këtu nëse mund të përmend disa nga projektet, nëse unë jam supersticioz zakonisht nuk para them projektet, sepse njerëzit e kanë mësuar që unë i përmend vetëm kur ato fillojnë punë, po ka disa surpriza shumë bukura për Beratin duke filluar nga viti 2026. Ju ka munguar zoti Rama në këtë fushat, duke që ishin zgjedhje të pjetshme? Apo s'ka qenë nevojshme? Kryetari i Partisë Socialiste kuptohet që në çdo proces zgjedhor që ne ndërmarrim, prezenca e tij fizike nuk është detyruese për një arsye shumë thjeshtë, sepse Partia Socialiste, atë mekanizëm që ka nga pikpamja e organizimit elektoral, patjetër që ndiqet me shumë vëmendje nga gjitha strukturat e Partisë Socialiste dhe patjetër nga kryetari i Partisë Socialiste. Këto janë zgjedhje të pjetshme, afatet kanë qenë më të ngushta, jemi të sinqertë, domethënë afatet zyrtare kanë qenë vetëm 7 ditë, pothuajse, dhe patjetër që unë besoj në të pesta bashkitë që zhvillojnë zgjedhjet ditën e sotme. Partia Socialiste ka marrë angazhimin maksimal për sa i përket organizimit territor, për të garantuar që të pesta bashkitë të vazhdojnë në atë projekcion politik që kanë treguar gjatë viteve të fundit. Beratin e fituat me afërsisht 60-61% përballë zotit Zia Ismailit. Afërsisht 62, po se këto janë gjëra që sarrohen kollaj, se çdo 0.1% është shumë mund, më beso. Për zotin Shkarpa keni një, le të themi, pasqyrim, pra ju duket kandidati fort për zotin Pavlo Shkarpa? Unë nuk kam komentuar kandidatët kur garoja vetë, jo më të komentoj kandidatët e kandidatëve. Kështu që unë besoj që kandidati i Partisë Socialiste në mënyrë absolute, siç e kemi bërë në fakt gjatë gjithë fushatës, edhe personalisht duke qenë territor shumicën e kohës, unë besoj që qyteti e ka pritur shumë mirë kandidaturën e zotit Ceca. Unë besoj që zoti Ceca ka treguar dhe gjatë periudhës tranzitore prej afërsisht 6 muajsh që e njeh qytetin mirë dhe e ka aftësinë profesionale që ta çojë atë përpara dhe besoj fort që ajo çfarë do ndodhi nesër është thjesht një rikonfirmim i kandidatit ton për sa i përket vazhdimit të plotësimit mandatit deri në 2027. Faleminderit. Faleminderit.